Kjo ente ishte edhe afati i fundit i vendosur nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që të 5 bashkitë të cilat do të kenë zgjedhje të pjesshme me 9 nëntor të përcaktonin qendrat e votimit dhe vendnumërimin e votave. Për këtë, KQZ ngarkon prefektet e qarqeve ku bëjnë pjesë këto bashki. Prefekti i qarkut Dibër Nezhbedin Shehu tha në një komunikim për televizion se ka dorëzuar në KQZ të gjithë listën e plotë objekteve brenda territorit të bashkisë MAT që përmbushin kushtet e parashikuara në ligj për vendin e numërimit të votave. Po ashtu gjatë ditës së enjtë është afati i fundit e partive politike për të dorëzuar pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve emrat e propozuar për Komisionin Zonal të Administrimit Zgjedhor, ndërsa brenda datës 17 tetor, KQZ duhet të miratojë përbërjen e tyre. Sa i përket qendrave të votimit, mësohet se në Bashkinë e Matit do të mbeten po ato qendra që janë përdorur për zgjedhjet parlamentare të 11 majit, që mbajtën pak muaj më parë dhe KZZ do të jetë në Pallatin e Sportit Ferit Hysa. Antarët e komisioneve të qendrave të votimit duhet të dorëzohen nga partitë politike brenda datës 20 tetor pranë KZZ-ve dhe kjo e fundit duhet të miratojë brenda datës 25 tetor. Sa i përket listës së zgjedhësve, ajo duhet që të publikohet direkt pranë qendrave të votimit, pasi të jenë miratuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ditën e premte.